Unë edhe me klienta kur punoj, kur e gjoj ku është trauma, kur bëjmë shërim emocionale, se kur merremi me shërimin e fëmijës vogël, ose thjesht, më thoni, identifikojmë mas pari me këqyr çka ka mujt me pru punën deri te që ky ankth, shembull ta marrim që përjeton personin moshën 30 vjeçare, a problemi është mosha 5 vjeçare. Në raport me ndonjënin prind, ose ka pa babën të jarë nonën, nëse mundet me kon, shumë sene mundet me kon, apo kupton? Unë ju thëmë ja falë prindve me zemër dhe me shpirt, po pak ma ndryshe, mja falë se qash s'kan ditë ma shumë. Edhe në qysh, një shok jemi që është bje energjist shumë mirë spjegoj, theke qysh të kemi ja spjegu babës tanë, theke kur ajo është Pentium nisht, ti e Pentium 5. Dhe më thonë, është një edhe me mosh, është një mosh e caktume deri kur njeri mundet me evolu, për që ato më rëndësi është me konë me kohën. Se ti kur punën me dikon që i ka për shama 65-70 vjetë, ti e ki problem u marrë me atë program. Shumë e ki problem. Sa i program o pjek, e kuptova, dhe më thënë, mas lëndimit nuk ekziston as një form tjetër për me mujtë me vazhdu edhe me zhvillu qatë raporta. Po thuj qështo? Jo, nuk po thamë qështu, nëse ajo nuk varet veç për ti, ajo varet edhe për personi tjetër, për tango duhet 2 veta. Shumë në raport familjar, në raport familjar. Në raport familjar, ti mund është adin qysh, unë zakonisht njerëzve ju preferoj që pavarësisht evolimit të në që ata kam përjetu, unë i thëmë, prindin du të me respektu se e ki prind. Thjesht pranoja qështu qysh është, edhe mas mirë ti kalon qështu. Nuk ki nevoj me najtë të handitën me to, shkon rrinë qësore me to një orë edhe dhe citë. A më kuptan? A ti fet, për aspektit tonë, me përvojnë tonë edhe me atë që ka ketu vetë, cili e ka mazër? A i lëndumi, a i që ka lëndu? A i që ka lëndu. A i që ka lëndu. A i që ka lëndu. A i lëndumi e ka shumë zërë nëse nuk arrin këtë paqen me vetën e vetë, edhe këta qëfar thash mu liru për këtyne emocioneve negative. Deri në qatë moment kjo është ma keq, edhe kjo është viktima, momentin që aj lirohet për këtyne emocioneve që do të thot falja, atër pa dyshim aj që ka lëndu është në pozitën ma të keqe. Neve po flasim këtu veç nëse jënë disa çrregullimet personalitetit antisocial që nuk ekziston. Kena mi bo një emision special pra daj, veç për ata e di si nuk është, do më thonë nuk është e vështirë. Për ndryshe. Komi ju bo një panel profesional, kena me folë për narcisistat. Pa tjetër për ndryshe se cili... A i që ka lëndu, ju i lëndumi, po a i që ka lëndu, ato e një këta njetën. Kjo është prandaj se vetë ndërgjegja dhe kështu që u mendoj si viktima kur dikush na lëndon, nëse ne arrim me përfitu në rritjen individuale, sepse vërtet nuk ka ndikim